Spata e Spakut ka filluar të godasi pikërisht në dirigjimin e rilindjes. Kishit dyshime? As pak. Edi Rama i premtoi Iron Velias, ndodhi pikërisht ajo. Mbi 32 vet në burg, asgjë nuk ndryshon. Dhe vjen Ulsi Manja e kërcënon. 8-2 ja bën, 8 porosi i lë Spakut. E çfarë do bëj Altini me Altinë e tij? Një shans ka vetëm Shqipëria, që Amerika të deklaroj se Altin Dumanin vetëm neve e mbrojmë. Edhe bashkë me marshallët e FBI-t dhe agjentët e CIA-s të kryen arrestimet me dosjet që flenë gjumë, se si ka mundësi që miliarda euro raportohen dhe asnjë nuk dënohet, por lirohen. Fatkeqësisht, me bekimin e europianëve, u ndëshkuam përsëri për herë të katërt, duke marrë si komb notën 4